Të gjithë e njihni këtë bimë, por askush nuk e di se çfarë shëron ajo. Në mjekësinë popullore përdoren lulet, gjethet dhe kjo bimë me një aromë të këndshme ndihmon në mbrojtjen prej shumë sëmundjeve, sjell qetësi dhe lumturi. Te gripi ose problemet me tretjen konsumohet çaji i përgatitur nga lulet e thata. Lulet e jargavanit janë të shkëlqyeshme për shërimin e sëmundjeve të lëkurës dhe shërimin e saj. Për shembull, ndihmon të skuqet të djegurat aknet, po ashtu lehtëson kollën, bronchitin, fryrjet, problemet me sy, skuqet të djegurat dhe aknet. Përbërësit që juve do t'ju duhen për të përgatitur për reumatizmën janë: një grush lule të thata të jargavanit, 1 litër vaj ulliri. Lulet i derdhni në një kavanos prej qelçi, hidheni vajin dhe më pas mbylleni mirë me kapak. Pastaj e procedoni dhe e derdhni në një shishe të errët. Bëni këtë masazh me vaj në vendet me dhimbje 3 herë në ditë. Vajin ju mundet që ta ruani në një vend të errët.